Duke u parë në pasqyrë jemi kështu me Ani Hidën, i cili është pedagog në shkollën profesionale New Generation dhe gjithashtu me Jonid Zhkon, që veç se sot është, le të themi, një model i mirë, është gjithashtu këngëtar, edhe ka pasion këngën, i pëlqen të këndoj edhe të kënaqë gjithë ata i cilët të duan këngën që ai këndon. Do të jemi sot gjithashtu për të folur dhe për të bërë bashk muzikën, por gjithashtu edhe artin e bukur që Ani do të bëj sot me përkujdesin që do të tregoj da Jonidi. Po mirë se vini të dy. Mirë se po është kënaqësi që ju kam shumë sot në studio. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ani nuk e mësoj kur këtë problemin të... Tani dhe sistemojmë, Mirë, bashkë kemi bën fuqin. Tak. Shto? Marcel, duhet t'jesh krenar për mua dhe për super. Ani, se t'jam me shumë kujdes e vendosëm në mikrofon. Ani, sot do të flasim për? Sot do flasim për modelimin dhe stilimin e flokut të me hunde. Me hunde? Po. Tek djem. Këtë djem. Tani, djem të... që i kam flokut me hunde. Që i kam flokut me... Ky është një... Për kujdesen? Po. Apo janë zakonisht disi më indiferent për mënyrën se si i mirëmbajnë? Zakonisht janë indiferent, sepse nuk kanë kulturën që ti trajtojnë. Nuk kanë mësuar, nuk kanë drejtuar që ti trajtojnë si duhet. Për kështu që ka qëreli prejnë, jemi okej. I qërregullt, i njane regullt. Nësa shoh edhe Jonidi ka prerë relativisht shumë? Po. I kam prerë shumë? Pse Jonid? Po, se ditë plus berberi. Kjo do të thotë që ti kur shkon tek parukeri yt, jalën në dorë ati, apo... Po, jalën në dorë ati se është shoku i mingusht edhe i besojmë plotësisht. Shoku i mingusht. E kuptove. Ani nuk është fare dakord me këtë që ti sa po të. Po të shi atë, unë kam pas jo shok, pas të është bë berber. E kupton? Jo, ti shumë mirë që e ke shok dhe patë gjithmonë, po kam përshqimin që Ani të japi një këshill tani. Jepi Ani, është momenti yt. Nuk duhet të... Për mua i mund duhet tjetë berber më i mirë që edhe shoku jetë më i ngushtë, por unë këshilloj gjithmonë që miqt dhe berberi duhet tjetë një gjë që nuk bën pjesë ke jeta jote, o më mirë, bën pjesë vetëm kur ti shkon ke berberi. Mos kesh lidhje, sepse ai nuk ka asë një influencë në... Nuk është influencuar nga sjellja, nga personazhi në këtë rast, dhe është më i... punon me më logjik ke... E zhvillon me më logjik punën e vetë. Sa po i fute në sherë dy shokët? Jo. Unë paktën, unë veproj kështu. Unë veproj gjithmonë kështu. Zakonisht plotson dëshirat e shokëve të tu kur vinë? Për kërkesa të çuditshme që mbase mund të kenë edhe kur nuk shkojnë për shtat me atë që ti mendon? Absolutisht, jo. Jam kategorik, domethënë, kjo puna. Se i më kërkon çdo gjë që mund kërkoj, pse shoku im mund duhet t'ja plotësoj. I them, jo, se kështu ngjan, keq. Ashtu nuk duhet t'jesh, nuk është për ty, nuk për shtatet. Jo, po unë du t'a bëj. Po në fund fare, ndonjë ulje shokut? Asje. Sepse puna është punë. Puna është punë. Pastaj dalim jashtë, pim një kafe të qeras me diçka, po puna është punë. është dhe respekt për veten dhe për punën e tjetër. Kështu paktën e mendoj unë. Dhe përndaj thajmë edhe... Si thuet. Ishte një leksion shumë i mirë kjo që sa po dhe, edhe e nisëm me humor, disi me Jonidin, po në fakt vërtet ashtu është që një profesionist i mirë duhet të ndajë gjërat, të ndajë shoqërinë, të ndajë miqësinë, të ndajë gjithashtu edhe momenti kur është në punë dhe dedikohet tërësisht profesionit të tij, edhe dedikimit ndaj klientit. Tani, çfarë nevoje ka Jonidi në lidhje me trajtimin e flokëve, në lidhje me kujdesin që ti po tregon tani edhe për të rregulluar modelin që ka? Fillimisht ndam kokën në sektori sipër, asori djathtë, asori majtë, pjesa ku do krijojmë kurorën, që në këtë rast, në falë që po të them, po shikoj që është dëmtuar pak floku, nuk e di pse, por... Do ta kthesh pak lutem se unë e shoh, po është e mira... Ti e shikon, ha? Unë po. Por? Tu? Ashtu? Kjo pjesa këtu? Eksakt, kjo pjesa këtu është... Po pse mendon ti kjo është dëmtuar? O, sepse prek shumë flokët, ndodh. Që prek shumë flokët? Po, me dorë këshu nga të smatë. Jo, më ndoshta mbaj në kapuç? Mund bash kapuç, ose
e lim këtu. Të shoku. Ja. Nuk mund të hyj ke puna tjera. E mirë se bëjmë pak humor, bëjmë pak shaka, duke qenë se jemi edhe mes miq këtu, po Joni, cili është kujdesi që ti bën për flokët? A ka ndonjë kujdesi të veçantë ndoshta apo? Jo, s'është se ka ndonjë kujdes të veçantë, vetëm në rast të festesh, kujdesem veçanërisht për flokë. Produktet, je i kujdesshëm për produktet që zgjedh? Apo nuk është se i kushton kaq shumë vëmendje? Nuk është se i kushtoj shumë vëmendje flokëve. Në thënë realitetin. Nuk i kushton vëmendje. Jo. Sa për thash fillim? Sa duhet. Duhet i kushtoj, për që... Mirë, sot unë besoj që të marrësh disa këshilla të vlefshme për mënyrën se si duhet të kujdesesh, edhe se cilat janë produktet që duhet të përdorësh. Ti Ani, e ke marrë pasqyrën me vete, jo? Pasqyrën? Pa pasqyrën e vogël, e ke marrë? Po pse Ani, unë do t'i bëj punët këtu. Shkoj po marrë pasqyrën edhe vi me një herë. Faleminderit. Ja. Ani. Urdhra. Ky e ti që... Shikon? Ua. Dhe prit se çdo ndodh deri në fund. Atëherë, Ani, nëse i rikthemi kujdesit të flokëve, kaçurela po maonde tek shilla që unë jam gjithmonë. Me sa thot Jonidi thotë që unë nuk kushtoj ndonjë vëmendje të veçantë, ndonjë kujdes të veçantë, dhe unë kam përshtypjen që një pjesë e mirë e meshkujve, duke u bazuar dhe në atë që ti the, nuk është se i bëjnë, nuk është se krijojnë, le të themi, një kujdes të veçantë apo rutinë të veçantë për flokët. Qoftë edhe në përzgjedhjen e produkteve të tyre. Eksakt. Tani, çfarë këshillon ti, duke marrë parasysh edhe duke i dhënë gjithashtu disa këshilla të vlefshme edhe Jonidit sot? Atëherë, gjëja kryesore që ne do të bëjmë për mirëmbajtjen e flokëve është shampo. Shampo. Duhet përshtatet në bazë problematikës, nëse kemi një problematikë ke lëkura e kokës, ose ke tipologjia floku, sepse një flok me onde ka nevojë për një shampo me flok me onde, ose një shampo për flok të trajtuar, sepse nga duhet një produkt shumë i koncentrato. I koncentruar. Head and Shoulders përdor. Si? Head and Shoulders përdor. Nuk e vetë mirë. Sinceriteti Jonidit për të treguar që nuk është i kushton shumë rëndësi. Megjithatë, në daljet e tua, Jonid, kur ti këndon, kur prek ndoshta skena të ndryshme. Aty është trajtim maksimal. Vërtet? Zgjedh të shkosh tek parukeri apo? Aty do dalë, po jo më i bëj vetëm se do. Se do ikë te parukeri, po plus ka aty stafi zakonisht. Se unë qethem vetë para se t'ikën një event, dhe pastaj ti marrë lakun edhe japës flokëve. Jepi, e? Urdhra. Edhe dalim yll. Dalim yll, po e diti Jonid që edhe laku ka përmbajtje të saktuar Po mirë tash na që i bën disa elemente që dëmtojnë në flokun dhe këtij laku ti duhet të jesh i kujdesshëm se ka zgjedhë të durin, do ta mësosh Ani apo jo? Do t'i japësh 2-3 këshilla se çfarë duhet përdor edhe që ta ndihmojnë. Edhe jo vetëm të mirëmbaj flokun e tij, por edhe në daljet e tij skenike, ketë kujdesin që duhet të jetë sa më korrekt, sa më estetik, sa më bukur. Një këshill që unë t'jap, jepi një mundësi që t'jetë parukjer jotë personal dhe ke eventit që bën shoku tatë me që është berber jotë, që është një eksperiencë shumë e bukur për ata, po dhe për ty, se të regon profesionalitet, prezentosh një koncert me barbierin tatë, me parukjeta. Përveç asaj ti përdor lakun. Lakun duhet kesh kujdes të përdor, sepse duhet të përdorsh në një distancë të duhur, jo shumë afër, as shumë larg. Laku nuk do të shkoj direkt tek floku, po duhet bi ke floku. Avash. Të janë dy gjërat, dy raste, dy këshillat kryesorë. Pastaj, një gjë tjetër, pse përdor lakun? Pse përdor lakun? Ke floku, se du t'i bëj, t'jap lukun që dua, që mos lëviz flokë. Okej. Një gjë tjetër që unë të këshilloj, ti në veç që të përdorsh një lak, që është shumë i fortë dhe nuk të sistemon, nuk të bën punë për efektin që do të kesh, përdor një produkt. Një krem ose një gel për flokun me onde ose kaçurel. Definuar kaçurelat, thuhet në gjuhën profesional. Bravo. Eksakt. Një produkt që për me definuar kaçurelin dhe ta fikson, ta mban, ta heq atë
pjesën, si thuhet që për kres, po me... E shpufuritur. Po, që nga gati prishur floku, e ndryqon, sidomos kur dhe në skenë. E shikon jeni? Po. Është edhe thjesht për me përdoru, e fund me i gjatë, që ose s'keve valiqe. Ose tu Anit, në rast të fundër të vitit të shqyroj. E kujdeste të Ani për lukun tëndë. E vero. Mirë, Ani, ti qëfar po bënd tani? Tani jemi duke mbaruar një kërkes që në kërkoj Jonidi, që t'ja prejni pak ke pjesën ansore, dhe do fillojmë me pjesën sipër. Pjesën e sipër me të flokëve do të ruash gjatësin. Po. Do kërkojmë... Eksakt. Do sistemojmë pjesën e kurorës, si që thamë për para, dhe në vazhdim të prerjes dhe këto ondet që nuk janë natural. Pjesën e kurorës më shumë që vërtet është disi e dëmtuar. është e dëmtuar, shumë e dëmtuar. Edhe vihet edhe me sy të lirë dhe unë që nuk jam ekspert e fushës e kuptoj. Tashi, me thëmë drejtën, Drejtën në fundit, nuk jam qethi e shokun ngush e kom trasu. Edhe... E zbulojnë direkt, live. Tashi, ose në gjë ke shokun, unë s'ka shansë. Asnjëherë. Jo, po nuk është e thonë që është një problem prerje. Ndihmoj pak Jonidin unë Se tani di për zotë. Po. E ke bërë me ujë, ka shumë Po, ke dalu i ti. Urdhra. Prit. Fix fare. Shto? Si vip. Shumë faleminderit. Të Jonidi erdhët, edhe pastaj isha në siklet. Je i lirë Jonid edhe të këndosh nëse do. Më thua, çfarë bën kur je me miq veç që atyre thashë temeve që kam përshtypjen kur mblidhem me miq ti kemi të gjithë i bëjmë të gjithë pjesë atyre diskutimeve të ndryshme. Këndon dhe sa shpesh të thon merja këngës. Po tani sa herë ulem tavolin, jo po do na kënosh, jo po kështu, jo po ashtu. Po unë shumë bista kohës nuk i kënoj se... Ajde të merresh me ata, pastaj jo ma këno këtë, jo atë, dëri, pastaj dëri gjithë natën të këno. Ashtu? Po. Si tani do ikësh pa kënduar këto? Jo, tash do këno, vetëm për ty. Bukur, Jonid Gjoka, ke lidhje me Sandro Gjokën? Jo, se kam gjithë. Sa shpesh ta bëjnë këtë pyetje? Shumë herë. Sa herë të takoj? Më shumë se ç'duhet. Mirë, Jonid, zakonisht cili është zhanri që të pëlqen? Unë më shumë stili im është R&B pop. R&B pop, ato këngët shu. Kam shumë qef baladat që i këndoj shpesh, kur dalë për skena. Kam edhe një këngë timen që e kam hedhur paka shumë në të periudhë kohë, po vjetë. Mirë. Do të pasohet nga një dytë? Shpresoj që shumë shpejt, po. Po që s'premtoj gjë se po, the do t'a bëj kështu. Ke besytni, a? Mirë. Nuk bëhet. Çfarë do t'i Jani të na këndoj, të na sillit sa momente të bukura? Atëherë. Si mund të në i këngë për fest, me që jemi për festa? Për festa? Në dashurinë e gjohë? Për dashuri? Për dashurinë dhe festën, arrin të dyja mu Ani, arrin të dyja dashuria dhe fest arrin. Jo, ka dashuri ka fest, normale. Të pëlqen Orinda Huta? Po, pse jo? Kush është? Mua më pëlqen këngët në përgjithësi, nuk bëjnë dasi. Nuk bën dasi? Jo. Je i lirë. Je i lirë. Tani e di atë me frymën tënde është o tit. Tani e di se sa të duha. Po kur këndoj për ty shpirti hyt të zëri im. Në baraz në qojnë buzët e tua. Se duat të pusëm mbrëmje deri në mëngjes. Duat të them të tua dhe pastaj të vdes. Sa e bukur, po ti e di na ktheve në... Bravo. Në adoleshencën time, hajde këtë për para në atë shope, shumë e bukur për të përqen. Unë asë nuk e njef fare. Po ti e di... Pse më shgënjen Po si mos e di këto shumë? Po nuk i di unë, së në vërtet, në kam njën... është rritur në italiani. Unë flitë për Adriano Celentano, për Cotugno. Tani, avash jam duke bërë, edhe kulturën e... Puntatën e ardhshme, bashkë me Jonidin prap, Bravo. Ndëm një këngë Celentano. Do këndëm Celentano. Jam duke avash bërë edhe kulturën e muzikës shqiptare. Ke zë vërtet të bukur, Jonid. Shumë faleminderit. Dhe vërtet këndon shumë bukur. Thank you.
Edhe po bësh edhe një djali bukur sot që të performosh kudo që të shkosh sot në darkë. Sot është e premte, unë jam e bindur që një pjesë e mirë e jona mendojnë se çfarë do të bëjnë këtë të premte sot dhe ka mendojnë edhe se çfarë të veshin, se si të kurohen për lukun e tyre, ndaj dhe ne në programin e Jate Ne mundohemi që të jemi sa më praktike dhe të sillim këshilla sa më praktike. Unë dua të bëj një falënderim për shkollën profesionale New Generation që mundëson që për gjatë gjithë javës pjesë të programit tonë të jenë edhe ata të cilët janë ekspertë të fushave të ndryshme, qofshin ata të parukerisë, të estetikës, por gjithashtu edhe të kujdesit të lëkurës edhe të trupit. Janë me ne çdo javë dhe unë dua t'i falenderoj jo vetëm Anin, por gjithashtu edhe të gjithë pedagogët e shkollës New Generation që na kanë vizituar. Për të gjithë ata të rinj që duan të bëhen pjesë e kësaj shkolle me kurse të ndryshme 3, 6 dhe 9 mujore, por gjithashtu edhe një cikël 2 vjeçar, janë të lutur të drejtohen në faqen e tyre të Instagramit, në shkollën New Generation, e të marrin gjithë informacionin që duhet, nëse duan që të jenë profesionistë të vërtet të së ardhmes në fushën e bukurisë. Do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe do të rikthehemi me një studio për të vijuar me Anin. Jemi sërish bashkë për të vijuar me programin e Jate Ne, ne do të jemi deri në orën 13 në shoqërinë e njëri tjetrit, por ndërkohë tani jemi duke u parë në pasqyrë në momentin e rubrikës sonë të dashur, ku personazhi ynë është Jonidi Gjoka, ai është këngëtar dhe ka ardhur sot për të kujdesur për flokët e tij. Ani po kujdeset sot për flokët me onde, duke na treguar kështu se cilat janë produktet që duhet të përdorë Jonidi, por edhe se cili është modeli që Jonidit i qëndron më mirë. Na tregoj edhe në disa momente, tregoj gjithashtu edhe nevojën se ku kishte për ndërhyrje. Po, për ndërhyrje, sigurisht, në fakt se të shikojmë tani e sistemuam jo komplet, sepse ta sistem është komplet do të thotë që ta presh shumë, po do është një proces që duhet krijuar. Çfarë do t'i sugjeroje duke parë edhe flokët e Jonidit? Çfarë do t'i sugjeroje? Cilat janë produktet që mendojnë që i duan Jonidit? Produktet të cilat duhet kenë përmbajtje të lartë hidratimi, produkte fiksuese? Atëherë, për shampo, si thënë përpara, për shampo një produkt hidratus ose për dhe shumë me proteina. Jo me vaj, jo olioz, sepse si që dim gjithë, kemi dy mënyra, kemi dy lloj produkte, që është me vaj, shampo me vaj, olioz ose kremos, që është i përshtatet Jonidit në këtë rast. Dhe për flokët, për fiksimin e flokëve, për me stiluar, si që të thash përpara, një krem. Një krem, po. Unë të kërkojnë tjesë për pyetjen time naive mbase, po Jonidi ka flokët me onde, apo kachurela. Ti pse po ja pret kaq shumë nëse ne duam që të po ja prej, po ja sfilloj. Po ja ralloj, brava. Po ja ralloj, brava. Pra do të mbetet... Po, pa tjetër. Të shojmë. Të bëjnë shpesher pyetje naive? Të bëjnë? Po. Se për mi bërë, sidomos të një. Po unë nuk di dhe nuk marrë vesh përsa i përket trajtimit që duhet kënë meshkuj dhe flokët. Edhe më ndia për pyetjet, po... Bukur. Balu këtë muzika pak të gjata, apo jo? Ja, ku është? Gërshëra magjike. Tuaj edhe që këtë parakoj, tuaj edhe këtë, se pranoj edhe këtë. Joni, po më thoshen, falj? Jo, arro. E harroj. Si e shtetit. Si e shtetit, okej. Ke po të mendohesh. Me gjitha të, Anit ka bërë vërtet një sistemim shumë të mirë të flokëve, të pjesën e pasme të flokëve t'ishte zgjatur, dhe vërtet mendoj që kishe nevojë për një prekje magjike nga Ani. Pa tjetër. Për t'i trajtuar dhe për t'i sjellë më bukur. Në sot t'je... Ani... Tani do e pastrojmë direkt. Të lumtë. Pa kemi. Përfundon ndërkohë dhe Ani. Jemi drejt fundit Ani dhe? Po, unë marrova me prerjen, tani vetëm do e stilojmë. Apo jo? Pa tjetër. Apo nuk ka nevojë flokët kachurel për... Atëre, normalisht është mirë që të thanë në mënyrë naturale, por është logjike që kur ka ftofët gjatë dimrit nuk mund t'i lejnë në mënyrë naturale, dhe atëre këshilloj gjithmonë t'i thajmë
me temperaturë të mesme dhe me forcë të mesme. Këshilla që do t'i japësh të gjitha atyre që kanë djemve që kanë flok me onde dhe duan t'i mirëmbajnë ato për t'i pasur. Sa më bukur pa ose kaçurela? Cilat janë këshillat? Këshillat kryesore janë, siç tham deri tani, Ndihmojmë? Po. Që mos i vinë. Okej. Këshillat, siç tham deri tani, janë të njohin mirë llojin e flokut, për me zgjedhur shampon ideale dhe produktet ideal që i përshtaten flokut atyre. Mirë, të mos i neglizhojnë as djem të përdorimin e produkteve të mira, produkteve të cilat janë enkas për tiparet e flokëve të tyre, për tipologjinë e flokut. Nëse kanë një flok me onde, bëjnë mirë që t'i marrin produkte të tilla. Sidomos... Ke edhe 10 sekonda kohë për ta parë, apo? Mbarova. Mbarove, atëherë vendosim stiluesin për të kuptuar sa bukur do dalë Jonidi në fund, dhe Jonidi është gati për mbrëmjen e sotme. Jonidi sot ka dhe ditëlindjen, unë dua t'i uroj edhe 100 vite të tjera, edhe shkëlqeft në skenat ku ai do të shkel edhe 100 Jonidi. Shumë faleminderit. Dhe dhe me thonë. Bukur Jonidi, sot e lutem edhe pasqyrën që Jonidi këtë mundësi të shoh veten. Nga 1 minutë Jonidi, ha? Avas. Ka ndonjë gjë që s'shkon atë? Jo. Jo, jemi duke. Shumë bukur. Tani Jonid, është momenti, ja, pasqyrën po e marr unë të ta tregoj, ndërkohë që Ani bën dhe tharjen e shpejtë Ani. Marr. Ndërkohë kemi edhe në ekran se si ishte Ani përpara se të ulej në koltukun Jonidi, përpara se të ulej në koltukun e Anit. Jonidi përpara se të ulej në koltukun e Anit. Ani do ndërronte të ishte me floko. Jonid, po, jo. Nuk është Ani ai. Këshillat që unë jam... Janë gjithë këshillat që duhet t'i jep edhe vetës time. Ashtu. Bukur. Shumë bukur. Jonid, pas të pasur vërtet në doj, po një trajtim të mirë të flokëve. Ky është një krem që unë ta këshilloj që ta përdorësh. Se ka emrin? Jo, s'mu ta themi dot. Ta them pastaj. Themi emrin, pastaj. Pas kuintave, të lutem. Merr edhe pasqyrën, shiu edhe më vlerëso Anin. Ani si profesionist, Ani si parukier. Jepi tani. Mos e mba shokun me hatër. Jo. Shumë nice, më pëlqejnë. Okej. Lumshin dorët. Je i kënaqur sot? Po. Do dalësh me vetë besim? Po, patjetër. Kam pikën e dyshimit. Si gjithmonë. Jonid, unë të falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit që bëre pjesë e jona. Ani, faleminderit gjithashtu. Faleminderit ju, faleminderit ty. Edhe momentet e bukura. Faleminderit, ishte vërtet kënaqësi. Dhe urime për karrierën E tënde. mbyllim salonin e sot. E mbyllim salonin sot dhe i kalojmë Çelsat Antonetës sepse do të kemi mundësi që të ndiqni në një tjetër moment shumë interesant të programit tonë.